Miqtë të dashur, me keq ardhur ju them që erdhëm te pjesa e fundit e këtij edicioni të Prives. Mirë po ju mos u mërzitni, sepse mund të shihemi bashkë edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova. Të pathënat kësaj jave vijmë fare në fund për ju. Me kënd jemi marrë këtë herë, e kuptojmë vetëm pas pak. Bashkëpunimi në mes të reperit Skivi dhe këngëtarës Soni Malaj ka kohë që është paralajmëruar. Prive mëson se xhirimet e videoklipit kanë mbaruar, e po ashtu edhe montazha, por për arsye personale të këngëtarës ky projekt ka has në vonesë. Gjithsesi Skivi e ka t'i kaluar këtë produkt dhe për momentin po merret me këngën e tij solo, të cilën do ta publikojë para bashkëpunimit të që i bie brenda pak ditësh. Xhirimet për këngën e re i ka mbaruar edhe dhurata Dora. Ato u realizuan brenda kësaj jave dhe zgjatën 2 ditë. Siç edhe ju kemi njoftuar, këtë këngë dhurata Dora po e realizon me Redbox. Kjo këngë e cila ende mbetet sekret sa përket detajeve pritet të publikohet brenda pak ditësh. Kujtojmë edhe një herë se pas këtij projekti, dhurata do t'i përkushtohet bashkëpunimit me Dafina Zeqirin, ndërkohë që projekti i fundit mbetet Zum. Këngëtarja Dhurata Ameta, e cila kohën e fundit ka realizuar një fotosesion, është në përgatitje të këngës së radhës. Ajo këtë ditë gjendet në Diez Studio me rast po punon një këngë të tipit balad, e cila do të jetë gati për lansim brenda 2 jave. Projekti i fundit nga këngëtarja Ahmetaj mbetet pa mu. Që nga kënga Kimeni, e cila ka 9 muaj nga publikimi, Mimoza Shkodra nuk u shfaq me ndonjë projekt të ri. Por gjithsesi duket se këngëtarja ka pushuar mjaft që tani t'i hyj punës për produktin e radhës, të cilin supozohet ta finalizojë deri në muajin maj. Mimoza kësaj here do të vijë me një single, e cila do të pajiset edhe me videoklip. Ky projekt ende i patitull do të jetë këngë klabesh dhe me ritëm. Reperi Elinel, i cili para pak ditësh erdhi në bashkëpunim me Fjolla Morinën, është duke punuar për projektet e veta. Madje ky vit do të jetë goxha produktiv. Graniti ka thënë për Prive se është duke punuar në disa projekte të cilat sa më parë do t'i përmbledh në një album. Përveç kësaj, kanë nënshkruar kontratë me kompaninë Hokus Pokus, me Selinë Amerikë dhe Kosovë, në bashkëpunim me Zvistrano-Gjerman, e cila do të menaxhojë reperin në fjalë, e gjithashtu do të ndikojë në kualitetin dhe promovimin e produkteve të reperit nga Prishtina. Kjo fotografi, e cila u postua 2 ditë më parë në profilin e Adonis Morinës, tashmë zyrtarisht i dashurit e Uta Krasniqit, çoi pesh mediat elektronike. Dyshimi për shtatzani të mundshme të Teutës lindi nga përshkrimi i fotos ku Adonisi e kishte quajtur Mami. Kur ajo ka nevojë, unë jam menjëherë prapa krahëve të saj. Kur unë jam i pa përqendruar, Mami është ajo që më mban të përqendruar. Sipas disa burimeve të përafërta, dyshohet që aktorja është shtatzën. Prive provoi të kontaktoj me aktorën Krasniqi, por kësaj radhe nuk morëm asnjë përgjigje. Gjithsesi, gjithçka mbetet të konfirmohet në ditët e ardhshme. Ka marrë shumë malli ty me t'pa më ka marrë. Njëra nga motrat Mustafa sonte do të publikoj këngën e radhës. Është kjo lulja e cila solli projektin më të ri me titull Malli. Kënga u realizua në studion Brick Records në Maqedoni, derisa xhirimet e videoklipit u bën nga produksioni Intermedia. Këngëtarja e muzikës popullore, kësaj radhe vjen me një kombinim muzikor në mes të dance house dhe folk. Këtë këngë që nga tani mund ta ndiqni në kanalin YouTube. Në www.prive.al ju mund të na lexoni, ndërkast në kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova mund të na shikoni. Unë ju gjosë sërish takem të shtunën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, e deri atëherë ju dëshiroj një vikend të këndshëm. Natën e mirë dhe mirëbeqe.